Por I kthehemi sërish në studio dhe në fakt tashmë radhën e ka një premier shfaqje e cila është dhënë vetëm është bërë afërt për publikun, për gjithë ata që ishin për ta parë në Gostivar. Tashmë e din se për çfarë do flasim, mirë po ne do flasim pak me regjisoren për të parë pak më shumë se cilat kanë qenë prapa skenat, ndoshta pikat më të mundimshme, ato peripecit për shfaqjen Cilindri. Me mua në linjë direkte është Afërdita Nuhi, regjisore. Mirëmëngjesi Afërdita. Mirëmëngjesi Era. Më thuaj pak si u zgjove sot, si ka fillu kjo ditë për ty? Super jam zgju. Jam thënë me këtë rutinën e mëngjesit dhe jam rregull. Kam një pyetje, me aktorët e kemi problem se mezi zgjohen në mëngjes për shkak se punojnë deri vonë. Regjisorët e kanë të njëjtin problem apo jo? Unë mendoj që neve regjisorët jemi zgjuar atëherë kur duhet jemi zgjuar. Nuk është se kemi si problematik kryesisht sepse qëndrojmë shumë natën vonë, domethënë me proces provash edhe sigurisht që kemi problem, por ankthi I premierës edhe ky fundi domethënë ti e gjen veten duke rënë 5 mëngjes dhe zgjohesh në 8 mëngjes, 9 mëngjes, vet domethënë ankthi të zgjon. Kam përshtypjen, te unë do kështu, te tjerët nuk e di. Por si problematik është kryesisht në art, po. Definitivisht, mirë po, më thuaj pak kaloj ankthi sepse u bën ca ditë nga premiera VCM. Jo, ende domethënë zgjohem në mëngjes dhe them prit tash se këtë skenën këtu mos ta harroj këtë ta bëj. Domethënë ditën e parë kisha shumë turbull në mëngjesin. U zgjova shumë herë dhe thash ç'a duhet bëj sot e di. Pastaj thash ok Afërdita qetësohu sepse kam mbaruar premierën, kam mbaruar gjithçka. Por që na duhet edhe një periudhë tash derisa të shkëputemi nga procesi. Po, definitivisht. Është çështje truri, domethënë, që truri vetë mësohet me atë angazhim shumë të madh dhe pastaj e kërkon vetë. Kam përshtypjen. Po, unë në fakt për shkak se unë nuk jam aktore, edhe mua më vijnë shumë fascinuese gjithmonë backstage-et, apo ato skenat të cilat ne nuk I shohim, pavarësisht që ulemi edhe ndjekim premierën, mirë po, ajo çfarë ka ndodhur në periudhën paraprake ne nuk e dim. Kështu që unë do të futem pak këtu, më thuaj pak, si erdhi deri te ideja për ta përgatitur Cilindrin, I cili vjen nga Filipo. Dëgjoj, neve zakonisht kemi shumë materiale që I kemi lexuar edhe zakonisht I mbajmë në sirtar, më kupton? Domethënë një tekst që neve na le përshtypje diçka te ai tekst, e vendojmë anësh edhe themi po të më jepet mundësia diku, këtë tekst do ta kisha punuar. Dhe në momentin që më kanë ftuar në Gostivar për të bërë shfaqje, domethënë e kam patur si ide që mund të jetë Cilindri, edhe pastaj sigurisht për dëgjoj ne kemi ka 2-3 variante zakonisht. Unë personalisht kështu veproj, edhe në momentin që më thirr dikush, unë filloj të rilexoj ato që I kam plan për t'i bërë, edhe pastaj është shumë e çuditshme sepse ty të ndryshon menjëherë koncepti. Në momentin që e lexon një tekst, thu jo, këtë s'ka mundësi ta bëj sepse nuk e di tash, nuk të përshtatet, domethënë, ka diçka që nuk të shkon te ai tekst. Pastaj I rilexon prap edhe e gjen diku vete dhe pastaj thu po ky është ai që unë do ta punoj, kapesh për një batute, kapesh për një tematike edhe ti e shef domethënë varësisht edhe pi teatrit, prej kushteve, prej trupës, edhe e veçon një tekst edhe kështu vjen pastaj. Por që janë të përgatitura gjatë, domethënë tekstet, ti përgatit gjatë ato tekste që I lënë sirtar. Po, dhe tashmë Cilindri nuk është një prej teksteve që është lënë sirtar. Tashmë është përpunuar edhe është kurorzuar I njëjti. Po, pikërisht, po. Më thuaj pak, si ishte pjesa e përpunimit? Sa kemi pas ngjyrë nga Afërdita si regjisore dhe sa nga autori nga vepra origjinale? Ka diçka që më intrigon shumë te kjo punë, edhe unë për atë ndoshta edhe e bëj, sepse unë kam qejf shumë të eksperimentoj. Për atë ndoshta edhe kam zgjedh këtë si punë, sepse ti çdo ditë në punë je ndryshe nga punët e rëndomta. Domethënë që ti shkon për ditë edhe ke të njëjtën rutinë. Domethënë mirëmëngjesi edhe vazhdojmë se unë kam punuar edhe në stomatologji edhe domethënë ti mirëmëngjesi thua edhe vazhdon puna e njëjtë. Domethënë do marrësh blombën e dikujt, instrumenti, pasqyra, kjo ajo, doktori e kështu me radhë. Ndërsa kjo është një punë që veçohet edhe ti dita ditës je ma ndryshe, dita ditës ke kërkesa të tjera, dita ditës aktorët janë ma ndryshe, secili me emocionet e veta. Edhe kryesisht ky eksperiment domethënë mua më ka ndihmuar shumë jetën time.
vetë kështu si karakter, që kam dashur të eksperimentoj me veten dhe vazhdimisht jam përpjekur të bëj punë të ndryshme në jetën time edhe domethënë unë nuk i tutem guximit, nuk i tutem të provoj, edhe kjo është diçka që unë provoj domethënë në këtë profesion. Unë pasi e marr tekstin kam dëshirë që publiku të shohë diçka time në aty, edhe unë nuk mund të them që nuk ka asgjë nga autori, ka, ajo baza është e autorit, linja është e autorit, por që unë pikas diçka tjetër, ndoshta në tekst, edhe i mushoj asaj pike dhe përpiqem përmes asaj pike të bëj atë çka dua unë. Nuk i rri shumë besnik e autorit, kjo ndoshta edhe nuk mund të jetë diçka e mirë, ose nuk e di nëse është korrekte ose jo. Në momentin që autori do jetë gjallë, sigurisht që ti mba përgjegjësi mbi atë, por që mund të them prej tekstit nga 100% i tekstit si e ka cilë autori në skenë, unë ndoshta gati 60 ose 70% e ndryshoj tekstin. Prej fillimi deri në fund, domethënë hek, shkurtoj, pres, shtoj edhe bëj diçka timen, fiks timen. Nuk e di nëse do mundesh të gjesh diçka fikse, mirë po ka diçka që ndoshta e mban mend që ke thënë, ok, unë do e vendoj këtë, sepse e kam me shumë dëshirë që kjo të jetë pjesë e imja në shfaqje. Po, gjithçka e mbaj mend. Domethënë kam hyrjen e tekstit që e kam bën ndryshe, kam një pjesë tankandi që unë e kam shtu vetëm si koncept komplet, domethënë sken vete, kam monologje që i kam shfrytzuar në shfaqje, që janë pjesë aktorëve, sigurisht me përpunimin tim që i kemi modifikuar. Ka skena që nuk figurojnë fare në tekst, domethënë fundi është komplet ndryshe i tekstit. Domethënë gjithë munden të thënë që te secila pjesë është diçka ndryshe. E para është edhe skenografia që unë nuk i rri, nuk bëj skenografia të rëndomta, ti edhe ke parë shfaqjet e mia, domethënë unë nuk vendoj skenë të rëndomtë, dhoma ose nuk e di krevati kjo ajo, unë përpiqem të bëj diçka të konceptit tim. Nuk e di nëse e keni vërej që këtu kam një lloj piramide që kam dashur ta jap atë strategjinë e hierarkisë të njerëzve. Sepse vetë edhe autori është simbolik në vetvete dhe prit titulli i tekstit, domethënë ka shfrytzuar një simbolik shumë interesante për cilindrin si kapele që tregon autoritetin dhe pushtetin. Edhe unë i kam marrë këto detaje shumë të vogla, por shumë domethënëse, edhe jam përpjek të bëj një shfaqje shumë simbolike në tërësi. Preke pak këto simbolikat të cilat i ka vetë autori, po cilat edhe janë shfaq në premier, du të flasim pak për tematikën, sepse ndonjëherë librat që janë shkruar më parë, mendojmë sikur nuk na përkojnë me kohën e sotme, mirë po kur flitet për autoritet, pushtet, para, forcë në shoqëri, mendoj që ajo e ka përndjek njerëzimin për shumë gjatë kohë dhe vazhdon të jetë. Më thuaj pak sa duhesh të manovrohet në këtë aspekt që të sillet sa më e përditësuar. Jo shumë. Jo shumë, domethënë vetë autori e ka shkruar këtë, domethënë si tematik dhe ka folur për bumin ekonomik dhe krizën ekonomike në Napoli, domethënë që ka ndodhur para disa vjetësh, 1960, sepse jam shumë e dobët me numra dhe nuk e kam memorien shumë sakt për numrat, besoj që e kam pikas mirë. Edhe mendoj që neve në këtë moment që jemi aktualiteti i tashëm, mendoj që tregon shumë edhe ne kemi një farë lloj krize, kemi një farë lloj inflacioni. Flet pikërisht për inflacionin, domethënë teksti, edhe momentalisht nuk e di, besoj që krejt e vërejmë posmeje, që në Maqedoni momentalisht janë shumë gjëra të shtrenjtë edhe mezia dalim, domethënë për ato që kanë një rrogë, nuk e di si e kalojnë domethënë muajin, por edhe me 2 rroga edhe privat nëse punon, është bën një jetesë shumë dinamike dhe shumë e shtrenjtë. Edhe nuk është se kam pasur shumë nevojë për të manovruar në këtë drejtim, domethënë si linjë e një pjese të tekstit, sepse nuk flet teksti vetëm për linjën e krizës ekonomike, domethënë flet edhe për luftën për ekzistencë, domethënë se si ato përpiqen për bukën e gojës, domethënë bëjnë çmos shesin edhe trupin vetëm që të kenë një fund të mirë, domethënë të mujt, më kupton, për ta paguajt këtë qeran, për ta paguajt rrymën e një pjatë supe në ditë, thon ato. Domethënë edhe flet për detyrimin që shteti ka njëherë pa vetdije, ndoshta të çon drejt një drejtimi, ndoshta neve jo, por ka njerëz në Maqedoni që statistikisht domethënë bëjnë punë të ndryshme nga profesioni që kanë zgjedhur apo nga shkolla që kanë mbaruar vetëm për të mbijetuar, sigurisht. Dikush ka mbaruar
ku e di, unë inxhinieri edhe bën kamarierin, dikush ka mbaruar regjizor e bën make-up artistin, e kështu me radhë, dikush është aktor bën dekore, më kupton? Vetëm për të mbijetuar. Edhe kështu. Ka edhe problemet bashkohore i trajton. Trajton edhe politikën. Te monologjet mund ta vëresh, domethënë nëse do e shohësh shfaqjen që trajtojmë shumë politikën se si na sollin në këtë derexhe, më kupton? Edhe kështu, nuk është se kam patur nevojë shumë të manovroj, që të nxjerr ndonjë linjë tjetër komplet nga autori, por që ai drejtim, ajo tematik ty të ka çu pastaj në disa kanalizime. Definitivisht, inflacioni, rritja e çmimeve, jeta e papërballueshme, po e ndjej më shumë se kur ndoshta këtu në Maqedoni, edhe prandaj shfaqja do përkonte shumë me gjithë jetën që po bëjmë ne për momentin dhe lufta për ekzistencës shumë evidente. Du tash ndalem pak më shumë te gjatë përgatitjes, gjatë provave, sa kohë mori shfaqja për të përgatitur? Ndoshta është një nga projekte deri tash që kam bë, unë jam edhe regjizore e re, domethënë mosh, po kam bë projekte, domethënë i kam tashmë 9 projekte, ky është i 10-ti edhe si 10-ti projekt mund të them që ka qenë një ndër projektet edhe një ndër proceset më të shkurtra të mia. Domethënë mu procesi më kanë zgjat komplet 38 ditë. Po intenziv kam punu, domethënë nëse kam hyrë bashkë me aktorët në 10 mëngjes, ata kanë mbaru në 6 ose ku e di unë kur, në 8, unë kam ngel deri në 5, kupton, për të vazhdu punën që të mobilizohemi. Domethënë nuk është se kemi pas ndalesa. Kemi pas disa pushime të vogla, 2-3 ditë, 5 ditë maksimum, domethënë janë bë pushim, pa e llogaritur në proces, domethënë fiks 38 ditë punë kemi bë. Më thuaj pak... Ka qenë shumë proces i lehtë, nuk e di, bashkëpunimi me aktorët ka qenë shumë i lehtë, dëshira atyre, entuziazmi atyre edhe bashkëpunimi i tyre me mua. Domethënë nuk ka më mirë se kur aktorët ty gjithë të shohin ty kur ti bën projektin, më kupton? Ti rri aty poshtë skenës, ata gjithë rrin ulët në skenë dhe vazhdimisht ashtu të shohin me entuziazëm që po do e bëjmë, po do e bëjmë këtë, sepse neve mund t'japim gjithë ditën ideja. Në momentin që ata nuk pajtohen edhe nuk duan, ata të vendojnë një blokazh që ti nuk mundesh pastaj të depërtosh dot. Po këtu ka qenë shumë proces i mirë, shumë i lehtë, edhe teknika, edhe punëtorët skenis, dekoraterët, rekuiziterët, gjithë, domethënë kanë ndetë shumë gati edhe për atë ndoshta ka qenë procesi shumë i lehtë dhe shumë i shkurtër. Po ka qenë i lehtë procesi për të zgjedh ekipin dhe kastin e aktorëve me cilët do punosh? Po, e kam pasur shumë të lehtë. Për kur e kam lexuar tekstin, domethënë pak a shumë i kam ditë kush figura do luajnë edhe kë do luajnë. Kam bërë një manovrim pastaj gjatë procesit që i kam dërguar krejt aktorët të lexojnë karaktere të ndryshe, se thosha mos ndoshta do bëj gabim nëse do jap këtë rol, po më mirë ta provoj edhe te ky rol. Domethënë secili aktor i ka lexuar të gjitha karakteret, edhe pastaj përfundimtarja ka qenë prapa ajo që mua më ka thënë truni. Edhe nuk ka qenë e vështirë, sepse trupa e teatrit Gostivarit vetë e ka ekipin e vet, edhe unë i kam pas të gjithë të përfshirë. Nuk është se më është dashur të bëj diçka, po kam marrë edhe dy studenta nga jashtë. Në fakt njëri që ka diplomu, tjetri është ende student. Më janë kujtuar ato dy, edhe kam thënë që a mund t'i lajmëroni, kanë ardhur, për një ditë me ata kanë bërë punë edhe ka qenë shumë e thjeshtë. Nuk e di, domethënë, mos t'i marr mësysh, shumë mirë kam kaluar. Po, më thuaj, është kjo si ndoshta edhe si rezultat i 9 shfaqjeve paraprake, ndoshta eksperienca, sfidat me cilat je përballë edhe paraprakisht? Mbase, sepse aktorët i shohin të gjitha shfaqjet tona, edhe kur vinë me një sy kritik. Ne vetë shkojmë me sy kritik kur shohim shfaqjen. Edhe deri tash ato kanë qenë shumë kënaqë dhe kanë qenë edhe ata disa që kanë insistuar që thirrën e afër ditën, bëjmë shfaqje thirrën e afër ditën, edhe mendoj që ka pas ndikim, domethënë, nga shfaqjet e tjera që kanë punuar, kanë qenë të kënaqë. Për shembull ka aktor që pas shfaqjes thonë që kisha dëshirë edhe unë të jem pjesë e asaj shfaqje, uroj që edhe me mua të bësh një shfaqje. Edhe kjo ndoshta pastaj, në momentin që të thirrin ata vetë, pastaj edhe egoja atyre ndoshta nuk i lejon pastaj që të tërhiqen. Edhe pse nuk kemi pasur asnjë farë lloj debati, mund ta quaj unë lidhje me këtë, po është si bagazhi i secilit regjisor ndikon.
Sepse ti kur shef një regji të keqe, shef një shfaqje të keqe, nuk ka shfaqje të këqija, se secili jep mundin e vet, sigurisht, një muaj e gjys ditë fund bësh është goxha mund, por ç'është shihesh sigurisht, edhe kur nuk je ti i kënaq me dikë, sigurisht që askush nuk do donte që të punoj me dikë. Edhe mendoj që nuk e di, pastaj ne edhe e njihemi edhe prim fakultet. Ata ma ka njift edhe karakterin, edhe u ka pëlqit mënyra se si jam unë jam pak e vrash në punë realisht, po atyre ju pëlqen. Aktorët kanë nevojë të ndihen që janë aktorë edhe që ti i shanë momente ku duhet edhe i përkthen momente kur duhet. Mendoj. Jo, definitivisht, përderisa shfaqja fillimisht ka dash kaq pak kohë për t'u bërë, edhe pastaj rezultati ishte edhe shumë i bukur, në fakt nuk ka dyshim në këtë marrëdhënie e cila është kriju paraprakisht. Më thuaj pak si shkoi premiera, ishte e kënaqur ti vet me gjithçka që u dha, po edhe me le të themi feedbackun e publikut? Premiera ka shku shumë mirë, shumë do me thëmë përtej asaj që unë e prisja, sepse ka qenë një komedi në vetë teksti, edhe me mënyrën që unë ndryshova, futa edhe zhanre tjera, do me thënë, në momente caktume ti qeshin, në momente caktume vetëm vinte ndë një monolog që kupton, që ti tu qesh, do me thënë, ktheshin lot ato qeshme, kupton, edhe u thosha vazhdimisht aktorëve që dëgjoni, ne nuk duhet bëjmë shfaqje për që të mundohemi të ashtim publikun qeshin. Ne duhet bëjmë shfaqje që të mundohemi të ashtim publikun të ketë hall. Do të thënë, ju duhet luni hallin nëse doni të vi mesazhet e publiku. Edhe thosha mos luni me idenë që në këtë moment do qeshi publiku, se në momentin që publiku nuk qesh është problem pastaj, se ti e përgadit veten aty edhe sikur të thyet ideja. Edhe kryesisht kësaj sendeja dole me sukses, edhe kur erdhi publiku, ne ishëm shumë mirë, do me thënë shumë ftohtë. Pavarësisht se si do shkojë shfaqja, ne duhet të lyjmë problemin në skenë. Edhe prej momenti që ka fillu shfaqja, do me thënë që e hap Aisha, me një mini monolog të shkurtër, me një mini show, do me thënë sa po i ka thënë 2-3 rrjeshtat e parë që fikni celularët dhe po do ju pres 1 minutë, prej aty do me thënë publiku si e ka marrë shfaqjen, janë kënaq tu qesh, janë kënaq tu qajt, edhe pastaj pasi dolëm do me thënë për i dyrve teatrit, aty e pam që e kemi arrit qëllimin. Ne si regjisor besoj unë, po do flas në përgjithësi, nuk do gaboj besoj, po ne asnjëherë nuk jemi të kënaq me diçka, sepse gjithmonë kur e shohim pastaj në prapavi shfaqjen, edhe të distancum themi po pse se bëra edhe këtë, po pse se bëra edhe atë, po pse këtë formë kështu, po më mirë ta kisha bën këtë formë. Po kryesisht do me thënë si tërësi, po unë jam shumë e kënaqshme, e kemi arrit rezultatin që kemi dasht, edhe kjo ka shumë rëndësi, edhe ka rëndësi që publiku e priti shumë mirë, edhe që u kënaq, edhe që arritën gjitha mesazhet që shkojnë deri te publiku. E kjo është shumë bukur, unë mendoj që për shkak se keni një dosë perfekcionizmi ndoshta brenda vetes, duke mundu që gjithçka të jetë perfekte, asnjëherë nuk është ajo të kënaqurit plotësisht mirë, po sërish për shkak se është përçu mesazhe, siç po thoni, publiku kanë qenë i kënaqur, mendoj që misioni është përfundu aty. Thuaj pak repriza për gjithë ata që s'kan mund të shohin premierën? Po, repriza do jetë të shtunë, meqense pallati ka qenë shumë i angazhuar dhe vetë teatri. Punohen paralelisht disa shfaqje dhe ka disa evenimente, koncerte. Nuk kemi mundur me njëherë të kemi reprizë pas premierës. Kjo repriza do jetë shfaqja këtë të shtunë, do me thënë datë 31 i pesti, në ora 8, sigurisht në Gostivar. Edhe pastaj për shfaqjet e radhës besoj që do ketë prap lajmërime. Patjetër. Afërdita jemi drejt fundit, du di janë bërë planet për të ardhmen ose don të pushosh pak pas kësaj maratone pune mbi 38 ditore? Do pushoj pak, sepse kam pak nevojshme, do me thënë ja një muaj e gjysmë pushoj, edhe pastaj kismet, do me thënë ka gushti, ka fundi gushtit, kam planin për të nisë projektin e radhës në teatrin e Tetovës, edhe atje kam nevojë do me thënë për të përgadit, të shkëputem prej këtij projekti edhe të filloj të mendoj për tjetrin. Po, do vazhdoj atje, pastaj do kemi edhe festivalin e teatrit në Kërçov, nuk i kemi përcaktuar datat e muajt, por që do kemi disa projekte pastaj prapë. E zbulojmë këtë të Tetovës ose e lëmë në suspans që publiku të befasohet në fund?
Jo, patjetër, do me thënë unë mund të them tekstin dhe autorin që do punohet. Pastaj për shfaqjen nuk kam se çfarë flas, do e shohin. Do me thënë do punoj Strindberg, përpara vdekjes titullohet teksti, flet do me thënë për një familje, për një baba që ka 3 vajza, edhe që pastaj shkërmoq gjithçka për shkak se vajzat e tij do me thënë nuk e vlerësojnë si të tillë, do me thënë si baba. Është një tematikë shumë interesante, shumë sociale, edhe mendoj që do dali diçka shumë e mirë edhe atje, edhe do ketë mesazhe shumë të mira dhe shumë të fuqishme. Kështu që kjo nën kupton që për pak kohë do jemi sërish së bashku për të folur për shfaqjen tjetër, për të ndjekur edhe atë dhe tërë punën jo vetëm tënden, por edhe tërë stafit të aktorëve, regjisorëve që bën një punë të paparë në këto shtete, këtu në këto kufi. Faleminderit shumë Afrodita që ishe pjesë e emisionit sot. Faleminderit juve shumë për përkrahjen. Rofsh. Faleminderit, të uroj ditë të mbarë. Faleminderit gjithashtu. Shifemi. Tung tung.